Zoti Lapaj, si e shihni të ardhmen e kësaj lëvizje ku edhe lëvizja të cilën ju drejtoni praktikisht ka dhënë atë ka dhënë një aksion të sado modest, le të themi. Nuk është lëvizje në djenin time, është qytetin shesh, është popullin shesh. Lëvizje quhet. Unë mendoj që një lloj lëvizje lirie, shëtitje lirie. Unë mendoj që është një reagim i dur, pak i vonuar, dhe mendoj që duhet vazhdoj. Klasa aktuale politike, kur them për këtë nuk kuptoj partinë pushtet, me thënë drejtën, është në ezaurimin total, për kalon në tej ngopje të gjithë gjës. Jam i bindur që shumë gjëra ka ndryshuar në konceptimin e popullatës këto ditë. Shumë gjëra kanë dalë ashtu siç janë. Është parë e vërteta thuaj se ka dalë ashtu siç është. Dhe mendoj që secili nga ne ka detyrë morale të mbështes të gjithat ato rinj që çohen. Të gjithë. Unë jam vetë i ri, por e kam dëgjuar shpesh të rinjt në kafe, shqiptarët dele, andej këte, kjo nuk është e vërtet. Ajo po dëshmon të kundërtën. Sigurisht që janë tradhuar disa herë në këto 35 vite, dhe kjo i ka dëshpëruar. Edhe ti ke pasur të që populli nuk po ka frikë, e ke thënë këtë? Jo, më jo, se atë se ka tradhuar, atë ka tradhuar ai që kemi sot avokat popullin. Jo, më jo, po thot tjetër gjë. Jo, se më unë parem them jam sa drejt për drejt. Unë jam drejt për drejt, ne jemi bën dëm kjo drejt për drejt. Kam thënë gjithmonë të vërtetën, dhe jo, sot ti zoti Lapaj ju e di. Frikë thënë? Sot zoti Lapaj nga një njeri. Unë se bla bla bla. Është kështu se kam thënë që ky popull kërcënohet për ditë dhe është e vërtetë. Sigurisht që ka një moment fare populli zoti Lapaj, fare, dole aty as do ta di fare. Ai populli që dalë aty. Edhe këta nuk i mbështete. Si nuk? Si ka mundsi? Si mbështete as këta. Kush? Ti. Unë kam mbështetur, unë kam qenë protestë. Ke qenë këto ditë? Po. Je për rrezimin e qeverisë. Ore ti po më pyet mua ti këtë ke problem. Po për çka ke shkuar shesh? Si në tuesi? Je për për çka ke shkuar shesh? Për çka ke shkuar shesh? Po di unë se për çka kam qenë, se tu. A je të rrezohet qeveria? Ore, se për çka jam unë dhe për çka shkoj unë? Po s'po i mbështet pastaj, ata që ti ke qeveria. Ore ti po flet si pronar hipotezës. Jo, asnjëherë bot. Asnjëherë. Unë po ore, nëse ka ndonjë njeri që nuk mendon që ata kanë dalë që ti ke dirama pastaj Vdi unë. Jo, tani o zoti Lapaj me gjithë dëshirën. Jeti ke dirama apo jo? Ore, për çfarë më pyet? Jeti ke dirama. Jeti ke dirama apo jo? Unë dal për çfarë do qefi mua? Mbështet ata njerëz apo? Ore, për çfarë do qefi mua? Ai mbështet ajo. Ore, ti bën pyetje mua si. Ore, ai mbështet o si intelektual o burr. Unë kur dal aty, për çfarë dal aty? Je që ti ke dirama. Unë bëj emisionin për ditë nga kjo. A je që ti ke dirama? Ore, ti po më bën mua pyetje sigurisht ti po. Mos ki frikë të thuash që je ti ke dirama, të vërtetën. Je asje. Kam frikë unë ti. Je asje. Të lutem, Andrea. Vetëm një gjë të shkurtër, të lutem. Tani, të lutem zoti Lapaj, në fillim, duke ju ndjekur me shumë me kuriozitet pjesa e lëvizjes tuaj, për një sukses që ke pasur një sukses, pavarësisht tradhtarëve që ke pasur afër, dhe që kemi edhe sot edhe përfaqësues të interesave të drejtave të njerëzit, o zot. Por jo më i kam kështu, i kam të drejtë për drejta unë. Le të marr kosto për unë për këtë se vras mendjen unë. Tani të lutem. Ti nderuar bëri një koalicion, përzgjedhje bëri një koalicion me emrin nuk po e përmend, me Zotrin. Jemi momente të tjera. Jo, një minutë, ka një element kjo. Po çfarë elementi sot një koalicion me një individ i cili për interesat e tij, kupton? Të furnizuar edhe nga kemi kaluar një debat opozitare, jo një minutë. Po jo, se nuk sot e ke avokat populli që na përpiqet ta marrë interesat, që rrin vegjeton gjithë ditën. Dhe sot i ke një përfaqësues të 60.000 qytetarëve, një përfaqësues që nuk shkon në parlament, nuk flet. 80.000, okay, 80.000. Nuk shkon në parlament. Dhe këtë e ke shprehur publikisht që është një përgjegjësi individuale dhe është vërtet përgjegjësi individuale se nuk lidhet me karakterin e pozicionimin tënd. Apo ja. Tani pse nga ana jonë dhe nga ana e Partisë Socialiste shikon që çdo përgjegjësi e çdo individi që ka abuzuar me besimin e Edi Ramës së Partisë Socialiste, socialistit që ka përgjegjësi Edi Ramës. Ti përgjigjem? Mund të më japësh një shpjegim të qartë për këtë? Shumë shkurt sepse Edi Rama është njeriu që drejton këtë shtet dhe ka të gjitha instrumentet ligjore për të mos lejuar njeri që ta bëj atë që po bëj. Jo, vetëm instrumentet ligjore të lajthitjes të individit nuk e ka zoti Rama. Po të themi shembull. Në 13 vite, dhe e mbylla me këtë, në 13 vite të pushtetit e Edi Ramës, Shqipëria ka 7 institucione, e dini ju, ka 7 institucione të auditit të vetë, si me thënë. Kontrolli i lartë i shtetit. Urdhë?
Po, të brëndshëm, po. Të brëndshëm, disa nivele. Nuk ke në 13 vite asnjë rast, asnjë, që këto institucionet kanë referuar në